Ramiz Alia solli Zylftar Ramizin. Nga një sekretar partie i komitetit partisë që ishte në degën e punës brendshme të Fierit, si njëri i besuar i Ramizit, erdhi. Dhe ishin ata njerëzit e besuar që u krijuan me rrethin shoqëror që kishte Ramizi, duke filluar. Po jo, çfarë ju kishte pasur një përplasje me Zylftar Ramizin? Duke përmendur edhe Enver Halilin si njerëzit e besuar që u morën pasaj edhe për grupin kombëtatist. Jo, ju kishte një përplasje me Zylftar Ramizin, me drejtorin e sigurimit? Zylftar Ramizi fillimisht muajt e parë mua më besonte. Më besonte, fliste me sinqeritet. Po pastaj edhe për rastin e Mehmet Sheut. Ai më erdhi një herë në zyrë, kam deklaruar edhe përpara, edhe e përsëris, meqense u bë pyetja, e kërkon të dinte për kufomat, nëse mund të digjen çfarë pasojësh kanë kur përdoret acidi, nëse azgjësohen apo jo. Do të shkrinte kufom në acid? Aty kam krijuar idenë që ishte ajo vërmitaria që bëse për mendimin tim eshtrat e Mehmetit janë zhdukur. Po jo, u gjetën ato te ure Beshirit. Është e vërtetë ajo që është deklaruar, por që unë do të rekomandoja për nderin e shtetit, edhe për respekt dhe familjes, edhe për krenarin tonë shtetërore, të bëjsh ADN atyre. S'është bërë ADN? Nuk është bërë ADN. Bashkimi i gjetin përmjet rripit? Përmjet rripit, përmjet thënë e tjera. Të ju besoni që nuk janë ato eshtrat? Nuk kam prova që të flas për këto deklarime. Por që e vërteta shkencore sot zbulohet me ADN-n. Dhe në rast se bëhet ADN-ja për Mehmet Sheun dhe për personat e tjerë që pretendohet se janë gjetur, atëherë do të jetë një dëshmi që do të nderojë të vërtetën. Po si tha ju ai që si përdoret acidi? Po. Ju si that? Unë e sqarova se donte të dinte konfidencë me nga ana ligjore. Po. Unë nuk e prisja këtë pyetje, më thënë drejtën, bëri përshtypje thash. Ti më kërkon mendime sinqeriteti thash, po unë ta jap mendimin mbas ligjit thash, në rast se ka përdorim të acidit thash, acidi ndikon që të dëmtohen indet, i thash, por që kockat nuk mund të shkatrohen nga acidi. Ato kanë një veprim shumë të ngadalshëm dhe kockat rezistojnë. Mendimi më vonë e kuptova pasaj që Mehmeti ishte çfarosur, varrosur në vend tjetër, e më radhë, pasaj gjitha ajo histori që ka kaluar. Qartë. Foto tjetër? Ky është e Kadria Zbiut. Ju thatë që ky ishte autori i vrasjes së Mehmet Sheut, por vetë Kadria Zbiu si përfundoi? Enveri ka zbatuar deri në fund të jetës tij politikën që vrit dhe mos lërgjurëm. Personat që kanë pasur DNA janë azgjësuar të gjithë. Dhe Kadriu vetë e kuptoi. Kadriu kuptoi që kur e hoqi nga ministri i Brendshëm, sepse ishte duke drejtuar komplotin atëherë, filloi komploti. Pastaj e çuan ministër Brendshëm. Në Ministri e Brendshëm i dhan porosi e Kuranit që të merrte përvojën e Kadriut dhe e Kurani bisedonte me Kadriun, po ato bisedat që bënte e Kurani me Kadriun ishin biseda të sipërfaqshme që Kadriu mos kuptonte që Kadriu po i vinte fundi dhe përgatitesh përfundimin me ceremoni i Kadriut. Edhe tek veprimet e mëvonshme që janë bërë, janë përgjegjësitë që dalin për Kadriun edhe për përgatitjet që bëshin për ta eliminuar. Dhe ai e ndjente këtë. Kadriu është prova e fundit që zhdukte të gjithë provat e tjera. Duke u vrarë dhe duke u zhdukur Kadriu, zhdukesh gjithë veprimtaria e dëshmitarëve okular që mund të ishin në një periudhë tjetër të mëvonshme si dëshmi për të vërtetuar përgjegjësinë e vërtetë që e vran njëherë pastaj e pushkatuan?
E bën kështu si improvizim? Ajo është e besueshme. Ajo ne kanë vrarë një. Ajo është vrarë atje në dhomat e izolimit e ku ishte, se këta zbatoheshin 313. E vranë dhe pastaj improvizuan një pushkatim? Një politik penale makabre e pa konceptueshme për kushtet e sotme. I vrisin atë, pastaj i merrnin dhe në fshehtësi plot, pastaj improvizonin. Këta xhelatët që bënin këto tortura, ju i njihnit, i dinit? Jo. Se nuk kam marrë pjesë në to. Nuk e marrë pjesë? Nuk kam marrë pjesë. Do të pyes pak. Foto tjetër? Mendoj që edhe prokurori i përgjithshëm që është shkruar atje, nuk ka marrë pjesë, është një proces verbal. Ramiz Alia? Po ai? Aranit Qela, me tjerë. Koçizoze ai. Koçizoze. Janë gjithë ata që kanë qenë bashkëpunëtorë kryesor të tij. Sa përgjegjës është Aranit Qela dhe Koçizoze për gjithkohës që kanë mbijetuar se njerëzit më besnik të tyre. Ta kanë kryer krime zoti Lama? Kanë qenë bashkëpunëtorët kryesor, njerëzit më të besuar. Jo bashkëpunëtorë, por ta kanë kryer krime. Dënimet që jepeshin, Koçizoze zbatonte, e ka thënë dhe vetë, ka zbatuar vetëm porositë e Enver Hoxhës për krimet që janë kryer. Dënimet që jepeshin nga gjykata e lartë, Araniti ka qenë prokurori i përgjithshëm, pastaj u bë kryetari i gjykatës së lartë, ka qenë njeriu më i besuar i Enverit. Gjykata formalisht ishte e pavarur dhe ashtu ishte sipas funksionit kushtetues, por që porositë jepeshin nga Enveri dhe gjyqi i Kadriut që bë ishte gjyqi më demaskues për atë periudhë. Se gjyqi nuk ka filluar në repartin 313, ka filluar për herë të parë në sallën e plenumit gjykatës së lartë. Aty u bë skandali sepse Kadriu nuk pranoi akuzën, Feçore nuk pranoi akuzën. Pastaj edhe dy të tjerët nuk pranuan akuzën, edhe u ndërprej gjykimi ishte përgatitur që të jepesh në publik, ashtu siç ishte dhe ajo dëgjimi që keni bërë juve, që përmendët më përpara. Më është fiksuar. Ashtu është sepse ato jepeshin në atë periudhë ishte përgatitur opinioni për vërtetësinë e vrasjes, sepse njerëzit nuk e pranonin vetë vrasjen. Për të krijuar atë ide që ai ishte vetë vrarë, dhanë thënjet e Fiqeretit. Foto tjetër. Këto ishin ata personat që e mbështesin. Tani ky është Enver Hoxha. Sa herë keni takuar zotin? Janë disa herë, janë shumë të shkurtra, sepse ai. Po jo, një ka qenë një orë gjysmë një herë. Ajo një orë gjysmë është mbledhje e byros politike. Nuk është 8-8? Jo, është mbledhje e byros politike. Aty shkoi për herë të parë? Aty ishte rasti i tretë që në mbledhjen e byros politike është i vetmi diskutim i gjerë që është bërë me antarët e byros politike. Unë isha i ftuar bashkë me kryetarin e gjykatës së lartë, prokurorin e përgjithshëm, zëvendësministrin dhe rinit anash. Ishin anët atje, ishin të ftuar. Dhe Enveri? Të ftuar. Unë kisha porosin, dha porosin Ramizi edhe Simoni, që në rast se bën ai pyetje Enveri, përgjigju shkurt se nuk duhet ta rëndojmë. Rëndojmë çfarë? Ishte smur? Po, Enveri ka qenë në gjendje për mua që nga viti 74 që ai kishte që kaloi atë krizën, infarktin, krizën e rëndë, ai ka qenë në gjendje aftësi të kufizuar dhe nuk arrinte që të kryente tërësisht funksionet e tij shtetërore. Por që i kishte të deleguar nëpërmjet Nexhmijes, edhe figura kryesore zyrtare ishte pastaj Ramizi që Dhe çfarë të bëri përshtypjet e Enverit? Tu më bëri përshtypje që Ramizi dhe Simoni më thanë që mos fol shumë, në rast se të bëj pyetje. Domethënë që Enveri kishte treguar një interesim dhe donte që mendimi im të ndëgjohesh edhe nga antarët e tjerë të byros politike, për që ata të krijonin idenë kush isha unë isha emëruar në Tusi atëherë, unë isha, si thuash, në moshën 30 vjeç fëmijë atyre, edhe kisha një emocion të jashtëzakonshëm. Kisha emocion,
të jashtëzakonshme, nuk mund, edhe tani që e kujtoj, Po? e ndjej atë dridhjen, atë emocionin asaj periudhe, se ti je në një moshë të re, të ballafaqohesh me një pushtet absolut që i kishte ajo, edhe të kesh një besim që tregonte ai, ishte e jashtëzakonshme.